Mirë se vini në Yjet Flasin. Sot Yjet kanë një mesazh të veçantë për ju, ndaj qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar çfarë ju pret. Abonohuni në kanal që të mos humbisni asnjë parashikim dhe asnjë mesazh nga Yjet. Astrologët japin alarmin për këto 6 shenja. Ja çfarë i pret nga nesër. Nga nesër, për disa shenja të horoskopit, energjia ndryshon ndjeshëm dhe nuk vjen me qetësi. Vjen me sinjale. Vjen me tension të fshehur. Vjen me ngjarje që në pamje të parë mund të duken të vogla, por që mbajnë brenda një peshë më të madhe nga sa duket. Kur astrologët japin alarmin, nuk do të thotë domosdoshmërisht se po vjen katastrofë. Do të thotë se po afrohet një periudhë ku disa shenja duhet të jenë më të kujdesshme, më të kthjellta dhe më të vëmendshme ndaj asaj që ndodh rreth tyre. Për disa, alarmi lidhet me nervozizmin dhe vendimet e nxituara. Për disa të tjerë, me një situatë emocionale që mund të shpërthejë. Ndërsa për disa shenja, nga nesër mund të dalin në sipërfaqe të vërteta, tensione, shkënjime ose ndryshime që i detyrojnë të shohin realitetin ndryshe. Kjo është një video për ato shenja që nuk duhet ta marrin lehtë atë që nis nga nesër. Sepse ka raste kur një bisedë, një mesazh, një sqarim, një prishje plani ose një reagim i gabuar mund të ndryshojë gjithë ritmin e ditëve që vijnë. Dhe kur sinjali vjen përpara, më mirë ta dëgjosh se sa ta shpërfillësh. Dashi, për dashin, alarmi nga nesër lidhet fort me nxitimin, me reagimet e menjëhershme dhe me rrezikun për të folur ose vepruar pa e menduar deri në fund. Ti je shenjë që lëviz shpejt, vendos shpejt dhe shpesh nuk pret shumë për të reaguar, por pikërisht kjo është ajo që mund të të nxjerrë në vështirësi në ditët që vijnë. Nga nesër mund të ndjesh një lloj presioni të brendshëm, sikur gjërat po ecin më ngadalë se çdo ti dhe kjo mund të të bëjë më nervoz. Në punë, në një komunikim apo në një marrëdhënie personale, mund të ketë përplasje nëse futesh menjëherë me ton të fortë. Edhe në financa duhet kujdes, sepse një vendim i shpejt ose një shpenzim i parsyetuar mund të të lërë me pendes. Në dashuri, situata nuk është domosdoshmërisht e keqe, por bëhet delikate nëse ti reagon me kokëfortësi aty ku kërkohet pak më shumë qetësi. Alarmi për dashin nuk është se po vjen diçka e pakapërcyeshme. Alarmi është se po vjen një periudhë ku duhet të frenosh veten, përndryshe një gjë e vogël mund të bëhet më e madhe se ç'duhet. Gaforja. Për gaforen, alarmi nga nesër vjen nga ana emocionale, familjare dhe nga gjithçka që prek zemrën dhe sigurinë tënde të brendshme. Ti e ndjen fort kur atmosfera ndryshon, edhe kur të tjerët bëjnë sikur çdo gjë është normale, dhe nga nesër kjo ndjeshmëri mund të rritet edhe më shumë. Mund të ketë tension në familje, një bisedë e pakëndshme, një shkënjim nga një person i afërt ose një ndjesi e fortë se diçka nuk është në vendin e vet nëse ke mbajtur shumë gjëra brenda. Tani mund të vijë pika ku nuk i mban më. Në dashuri mund të bëhesh më i ndjeshëm, më i tërhequr ose më kërkues për siguri, por jo gjithmonë pala tjetër do ta kuptoj menjëherë këtë gjë. Në anën praktike, mund të rëndoj një çështje që lidhet me shtëpinë, me një përgjegjësi ose me një vendim që s'duhet shtyrë më. Alarmi për gaforen është ky: mos i lër emocionet të rrëzojnë nga brenda dhe mos e mbaj gjithë barën vetëm mbi vete. Nga nesër do të duhet më shumë kthjelltësi dhe më pak heshtje që të djeg. Virgjëresha. Për virgjëreshën, alarmi lidhet me lodhjen mendore, me stresin e grumbulluar dhe me rrezikun që ta çosh veten në limit duke dashur të kontrollosh gjithçka. Nga nesër, ritmi i mendimeve mund të bëhet më i rënë. Mund të kesh ndjesinë se po mban shumë gjëra njëherësh, se çdo gjë varet nga ti dhe se nuk ke hapësirë për të marrë frymë. Kjo të bën të jesh më i tensionuar në komunikim dhe më kritik me veten dhe të tjerët. Në punë ose në rutinën tënde mund të dalin vonesa, keqkuptime ose detaje që të acarojnë, por problemi nuk është vetëm çfarë ndodh jashtë. Problemi është edhe sa e fortë bëhet ngarkesa brenda teje. Në dashuri, kjo mund të sjellë ftohtësi, distancë ose nervozizëm për gjëra që në ditë të tjera do t'i lihet të kalonin. Në financa dhe plane praktike, duhet kujdes me llogaritjet dhe me dokumentet, sepse një gabim i vogël mund të kushtojë stres më të madh. Alarmi për virgjëreshën nuk është thjesht se po vijnë ditë të ngarkuara. Është se nga nesër duhet të ruash qetësinë mendore, sepse pikërisht aty qëndron pika jote më e ndjeshme. Peshorja. Për peshoren, alarmi nga nesër bie mbi marrëdhëniet, partneritetet dhe mbi atë ekuilibër që ti përpiqesh ta ruash edhe kur e ndjen se diçka po lëkundet. Nga nesër mund të shfaqet një tension që s'ka nisur sot, por që ka kohë që është mbledhur.
Një person mund të ndryshojë sjellje, një bisedë mund të nxjerrë në dritë diçka që është mbajtur gjatë heshtur, ose ti vetë mund të kuptosh se po lodhesh duke mbajtur në këmbë diçka që nuk po të jep më qetësi. Në dashuri, kjo është një periudhë që kërkon sinqeritet të fortë. Jo për zbukurim, por për qartësi. Nëse një lidhje ka pasur lodhje, ftohtësi, xhelozi ose distancë emocionale, nga nesër këto gjëra mund të ndihen më fort. Në planin praktik, edhe raportet e punës ose bashkëpunimet mund të bëhen delikate nëse secili mendon vetëm për veten. Alarmi për peshoren është ky: mos e mbulo më me buzëqeshje atë që po të lëndon nga brenda. Nga nesër do të jetë më e vështirë të bësh sikur gjithçka është në rregull. Akrepi. Për akrepin, alarmi vjen nga të vërtetat e fshehura, nga tensionet që kanë kohë që zjejnë poshtë sipërfaqes dhe nga një energji që mund të të bëjë më të mbredh, por edhe më të ngarkuar. Nga nesër ti mund ta ndjesh qartë se dikush nuk po flet hapur, se një situatë nuk është ashtu siç duket, ose se ka ardhur koha për të parë realitetin pa filtra. Në marrëdhënie, kjo mund të sjellë xhelozi, dyshime, përballje ose një sqarim që nuk shtyhet më. Në punë dhe në financa mund të dalin informacione të reja, lëvizje të papritura ose ndjesia se duhet të mbrosh më fort interesin tënd. Ti zakonisht e kupton kur energjia po prishet, por nga nesër instinkti yt do të jetë edhe më i fortë. Problemi është se nëse reagon vetëm me nerv dhe jo me strategji, mund të përplasesh ashpër me dikë ose me një situatë që kërkon më shumë durim. Alarmi për akrepin është ky: mos e përdor fuqinë tënde vetëm për të goditur. Përdore për të parë qartë, për të kuptuar lojën dhe për të mos hyrë në luftë të panevojshme. Ujori. Për ujorin, alarmi nga nesër lidhet me kthesat e papritura, me ndryshimin e planeve dhe me nevojën për t'u përshtatur shpejt me diçka që nuk e kishe llogaritur. Ti je shenjë që shpesh mendon larg dhe ndjen para kohës se diçka do të ndryshojë, por nga nesër ky ndryshim mund të bëhet konkret. Mund të jetë një lajm nga puna, një lëvizje nga dikush që të prek drejt për drejt, një prishje ritmi ose një situatë që të detyron të shohësh më ndryshe drejtimin tënd. Në marrëdhënie mund të ketë ftohtësi ose keqkuptim nëse secili mbetet te këndi i vet dhe askush nuk flet hapur. Në anën praktike, duhet kujdes me planifikimet, me udhëtimet, me premtimet ose me diçka që e ke marrë si të sigurt. Sepse nga nesër mund të dalë që jo çdo gjë është aq e qëndrueshme sa dukej. Alarmi për ujorin nuk është për t'u friksuar, por për t'u zgjuar. Të tregon se një lëvizje po vjen dhe se më mirë ta presësh me mendje të kthjellët se sa me rezistencë të verbër. Këto ishin 6 shenjat për të cilat astrologët japin alarmin nga nesër. Për dashin, rreziku vjen nga nxitimi dhe reagimi i shpejtë. Për gaforen, nga ngarkesa emocionale dhe familjare. Për virgjëreshën, nga stresi, mendimet dhe mbingarkesa. Për peshoren, nga krizat në marrëdhënie dhe e vërteta që s'mund të mbulohet më. Për akrepin, nga tensioni i fshehur dhe përballja me atë që del në dritë. Për ujorin, nga ndryshimi i papritur dhe kthesa që e detyron të zgjohet. Kjo nuk është një video për frikë, por është një sinjal për kujdes, sepse kur e di ku është pika e ndjeshme, mund të mbrosh më mirë veten, mund të reagosh më drejt dhe mund të shmangësh gabime që ndryshe do të kushtonin më shumë. Nëse shenja jote ishte sot këtu, merre këtë si një paralajmërim që të ecësh me më shumë vëmendje nga nesër. Shkruaje në komente shenjën tënde të horoskopit dhe më thuaj nëse e ndjen që energjia po ndryshon. Dhe mos harro të abonohesh në kanal, sepse videot e radhës do të sjellin të tjera shenja, të tjera data dhe të tjera paralajmërime që nuk duhen humbur.